shikues të nderuar të emisionit Këqia Show, më në fund e filluam edhe episodin e radhës. Faleminderit shumë shikuesve që gjithmonë na ndjekin në numër kaq të madh, po edhe rrehin shumë plak kaq shumë. Faleminderit shumë Fitim Gashit, këngëtarit tonë të mrekullueshëm që gjithmonë vjen te ne sa që ne e thrasme dhe faleminderit shumë Junit, Jan Aliut, dorëtëkitje e madhe për ta. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe atyre që e mojnë gjallë këtë emision, sponsorët tonë është Ujë Sibura. Një shishe Ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Përndryshe Sibura është prodhim vendur. Pak nëse doni dorëtëkitjes është prodhim vendur edhe ky. Është pija aronika, lënxhet aronia, normalisht edhe këtu janë prodhime vendure. Dhe kom thonë edhe më herët që janë me veti shëruese. Gjithë ju që e dini veti shëruese të aronisë janë shumë të mira, ku pronari Esad Berisha ka ardhur nga Zvicra edhe ka sjell kompaninë e ka hap këtu në Prizren. Faleminderit shumë Esad Berishës, dorëtëkitje sigurisht. Është spitali Medical Park që aty ju e dini tashmë jam operu, tash e 2 javë, edhe po ndihem shumë mirë te doktor Remzi Gashi, gjithë ju që keni nevojë me shku me operu lukthin, por edhe shërbime tjera, për shembull e kryen edhe shërbimin e IFV-s, ka shumë shërbime tjera, i gjeni te Medical Park, përndryshe unë i kam humb tashmë një 13 kg. Dorëtëkitje për Remzi Gashin. Është butiku Ice Boys London në Gjilan, po besoj gjithë ju që e keni po atë videon që ke interesante në TikTok, butiku Ice Boys në Gjilan, me pranorin Armendin, gjithmonë për kujdeset për veshjen time, te butiku Ice Boys London në Gjilan, gjeni përndryshe edhe zbritje, i kanë dokata tesha shumë të mira, po ka edhe tesha tjera apo rroba tjera për meshkuj, përndryshe mund ka vesh që shtojnë pikonve të nkrye, që edhe kpucat. Kamera mundi me fokusu, faleminderit shumë. Ice Boys London në Gjilan. Dorëtëkitje edhe për to. Si dhe është llambaria që gjithmonë për kujdeset me këtë llampa fantastike, llambaria ambiente që gjendet në Prizren, dorëtëkitje pak më e madhe për ta. Shikues të dashur, sonte kemi një musafer special. Ai është shumë special, sa herë që vjen, unë i them special sepse e kam edhe mik, edhe është aktor i madh. Ai njihet për deklaratat e tij. Pse ju edhe themi edhe kontroverse, por ka bërë buj sa herë që ka ful diçka, domethënë edhe flet nëpër media, është patriot i madh, është kombëtar shumë, edhe është aktor vërtet i madh. Me neve sonte vjen nga Shqipëria ekskluzivisht Lehert Vasili, ftoj me dorëtëkitje të madh. Faleminderit Lehert Vasili. Faleminderit Sadria, në krahasim me ty, unë nuk kam për të falendëruar asnjë sponsor. Unë këtu jam për gjendjen politike që ka pllakosur sërish Dardanin, Kosovën, si i thoni ju. Edhe në qoftë se ky shtet i sapo formuar në dije pende me flamurin kombëtar të Shqipërisë dhe të UÇK-s, s'diskutohet, lavdi heronjve të UÇK-s, turp i madh që po gjykohen në Hag, po gjykohen, të falenderoj shumë, të pus dorën për flamurin, turp i madh që këta njerëz, këta luftëtar të lirisë, po gjykohen në Hag sikur të ishin kriminal të rëndomt. Dhe u ngrit një akuzë që u thanë keni vrar katolik. A, vërtet. Unë po marr për shembull një trim të Kuksit dhe Tropojës, katolik. Me impostim të tij që tha luftoj në kufirin shqiptar o shqiptar. E kupton çfarë absurdi, ku na çuan fuqitë e mëdha. Atëre, meqense fuqitë e mëdha janë kaq të interesuar për ta ashtu quajturit, në thonjza, këtë krishterë që na pas kanë vrar këta terroristët që thonë këta të UÇK-s, Turp TV, se janë herojnë tanë. Fuqitë e mëdha, pse nuk interesohen në Afrikë, që janë vrarë në Afrikën e Veriut mbi 100.000 të krishterë. Apo aty su intereson se del nafta. Kështu që, ku është kamera? Këtu është kamera, dëgjoj. Se është here 4 apo 5 që bëni zgjedhje. Blini trut e kokës për në Shqipëri, zgjidhni presidentin, se pastaj na trajtojnë fuqitë e mëdha si recka, dhe e meritojmë. Kuptoni, mbi interesat tuaja partijake vini atë dheun. Dorëtëkitje e madhe për lajti, bravo. Faleminderit Sadri. Që flamur shumë ta mlova, po ta adhuroj. Faleminderit shumë. Shumë. Dorëtëkitje edhe më madhe për ta relacion. Flamurin, jagu e vë këtu, dhe jemi në rregull. Urdhro Sadri, faleminderit edhe një herë për ftesën. Ti e di që sa herë më thret unë vi. Kishe drejtësh pak e kështu copa. Hop. Më fal. S'ka problem. Por kjo është copë me... bravo.
këtu e kapim. E kopë, ja? Po, këtu e kapim në rregull. Faleminderit. Ja ku jemi. Faleminderit ty. Lert, faleminderit shumë që erdhe. E nisem me një fjalim të fuqishëm politik se na shta edhe me lefusë për zgjedhje që po mbon 4 herë mujt. Po, do me thënë, janë bërë zgjedhjet pas një këshu për gjinin femërore, po janë bërë si kur vinë ato. Ke parasysh që vinë një 28 ditë. E kupton, është turp i madh. Turp. Ose do kaloj të ka ajo që thoshte Mark Twain, në qoftë se zgjedhjet do jepnin zgjedhje, atëre politika nuk do i lejonte. Bravo, Dartë Gidje, bravo, e vërtet. Kështu që nuk kam çfarë them. Po ja nise unë deshta me do pyetje të tjera, fillim. Fillo bëj çfarë duash ti. Po, unë mendova se ti i ke marak puthje skenike, mendova mos po ma bën sonte një. Puthjen skenike? Po edhe që bon atje asoj çikës për puthën. Atë ka marr malli për puthjen skenike. Ja, muj, ë? Hajde këtu. Jo. Hajde këtu, mos u tut. Çere, çi bon vetë që un pull mboll, po, përdrish, ha? Mboll po. Hajde. Dartë Gidje, bravo. U tuta. Shiko. Po në silikan nuk kam sigurisht çika. Ki parasysh. Jam pas silikon. Si ke provu, po jam pa. Ti je kon, ke pas kon, edhe do jesh një, si që ke titullin e emisionit, Sadria Kojshia, e si shtemi në Shqipëri, Kojshia është i pari vlla. Dartë Gidje, bravo, faleminderit shumë. Ti e di që unë për ty, do me thënë, e marrë rrugën gjithmonë nga Tirana. E di. Për këto emisionet e tjera që më ftojnë, me që jam në emisionin tënë, t'u them, shikoni pak, kur ftoni njerëz nga Tirana për të ardhur të emisionet tuaja, kini parasysh që janë ca shpenzimet rrugës. 2 euro nofta. Diku, po faleminderit, diku duhet hanë ata njerëz, diku duhet flenë. Dhe për më tepër, përderisa ju mbajnë emisionet, shikoni dhe për do një pagese. E kupton, dakord, ne frymëzohemi nga hiri Perëndis, po duhet të hamë do një gjë. Se s'duhet hani vetëm ju. Zakonisht ha njerëzit. Mendoj, zakonisht, njerëzit. Jo artistët. Artistët s'ka problem, janë asket. Po sille shumë nga Kosova ti, dujnë shumë. Mos ka naj 3? Se të posh edhe me djep tash, bish beba po mungon. Shiko, po, e vërteta është që është një detaj në Parlamentin Shqiptar të 1924-ës, pas Revolucionit Demokratiko Borgjes të udhëhequr nga Theofan Stilian Noli, kryepiskopi i Shqipërisë atëherë, kishte një veçori, po jeq këtu se shoh që bëjnë refleks. Kishte një veçori. Avni Rustemi nga Libohova në Parlamentin Shqiptar përfaqësonte Kosovën. Ishte nga Libohova, Gjirokastrës. Dhe përfaqësonte të drejtat e Kosovës. Kështu që Shqipërinë mund ta duash kudo që të kesh lindur. Nuk ka rëndësi se ke lindur në Tiranë, mund të kesh lindur dhe në Athinë. Mund të kesh lindur dhe në Konstantinopol apo Stambollin e sotëm. Mund të kesh lindur dhe në Prishtinë. Po mjafton të duash Shqipërinë. Kjo është e rëndësishme. Të tjerat pastaj komentet që kam në rrjetet sociale më të bukrat, më të ndjerat, i kam pikërisht nga shqiptarët e Kosovës. Po çfarë mendoni me, domethënë lart me që jemi këtu te këto fjalimet e tua që gjithmonë i ki edhe nuk i ki veç domethënë kështu patetike, po i ki nga zemra, nga shpirti burrë. Jo, nga zemra e kam, ti e di. Ti je patriot i vërtetë, ne kom po edhe në Greqi edhe kemi fol edhe kur ke qenë se të kanë dhënë rrugat ata tagimit të ortë kështu me radhë dhe din publiku kush është Lart Vasili. Je nga njerëz të pagët që më ka kontaktuar në rrjetet sociale 2014-ën, 2012, 2014, 2 vjetëre që mua më përndiqnin, je nga njerëz të pagët që më kontaktuan. E vërtet. Faleminderit shumë. Jo, është e vërteta. Është një parode e këfurit turk pa dosh me ofendu askën, domethënë me veshje të perandrisë Osmane kështu. Jo turk. Otoman. Otoman de? Po jo këfuri turk e ka bëu domethënë e ka bëu me veshje otomane. U bë një parakalim në Prizren. Po nëse e korregjia foton më të benzer, po. E pash parakalimin në Prizren. Ç'të të them, e di çfarë, tani ka ngelur
forcat speciale serbe të parakalojnë Prishtinë. E themi s'ka gjë, le të parakalojnë. Kështu ka ngel. Kjo gjë. Do me thënë, nuk kam asnjë gjë me popullin, me këdo popull në Ballkan. Për mua, Ballkani duhet ishte federat, po nëse ky është një bisedë tjetër. Por, më fal, tani, ne deri në 1300-ën, ne kishim universitet këtu, ku studionin filozofët e Venedikut. Ne kishim filozof shqiptar, Palengjellin, i cili kishim, do më thënë, ishte këshilltar i Venedikut dhe i Raguzës. Ne kishim mbledhëri me familjen mbretërore të Francës. Ne kishim shumë gjëra. Do thua shti pastaj ç'ndodhi. Asgjë, thjesht erdhën otomanët. Edhe na lanë ashtu si na lanë. Përmbysën gjithçka. Tani, të kuptohemi, feja është një gjë tjetër dhe perandoria, dhuna, diktatura dhe shkomtarizimi është diçka tjetër. Ti falu si të duash, falu në këmbë, falu në gjunjë, falu përbys, falu shtrirë, si të duash. Mjafton t'i falësh Zotit, dhe unë nuk kam lexuar askund në shkrimet e shenjta të thot vrit atë që nuk falet si ty. As gjikundi s'është, as gjikundi. Pra, ne duhet të dallojmë në këto, në kaq kilometra, mira kilometra katror, sa na kanë mbetur, duhet të dallojmë se çfarë do të thot besim në Zot dhe çfarë do të thot i shitur agent në interesa të caktuara ku ti paguesh për të shtën popullin në vllavrasje. Dhe historia e ka treguar që ne përveç trimërisë kemi qenë dhe shumë budallënj. Pse? Po shqiptarët i kanë vrarë shqiptarët. Leshi Zi vrau Marko Boçarin. Një shqiptar trastoi Çerçizin dhe u pushkatuan në fushën e Shtojt. Teutën. Po, Teuta pastaj nuk ka, është një, flasim për perandorin dhe cilësit e piratëve të Ulqinit, është tjetër gjë. Hamzaj trastoi Gjergjin. E të gjitha, do me thënë. Me tradhit gjitha e mbo. Tani, mirë është ne duke e lexuar historinë, se këtë nga këto vipat që promovohen në media shumë të rëndësishme, që bëjnë deklarata të tipit libri është një aksesor që unë e marrë në plazh. Vërtet. Më kupton? Kështu që për sa kohë ne nëpër media do të promovohen njerëz që nuk din se sa vite ka një shekull, nuk din kur është pavarësia, ngatrojnë Ismail Qemalin me Michael Jackson, nuk di çfarë të them, dhe ne këta vipa i promovojmë, vipa të ashtu quajtur, e di çfarë, George Orwell thot diku që do vi një kohë ku intelekti do ketë frikë të flasë se mos ofendohet ignoranca. Dhe ne tani po e përjetojmë diktaturën e ignorancës, sepse rrjetet sociale i ka dhënë një zë të jashtëzakonshëm ignorancës, ku flasin sikur janë nobelist. Po, dhe një ditur ka frikë të thot diçka se mund sulen dhe të përmendin të vdekurit, të përmendin nënën, të përmendin motrën, të përmendin, do me thënë, fyerjet nga më të llahtarshme, dhe njeri që s'është mësuar mund të bie edhe në depresion. Mund të shkojë edhe në ndonjë akt tjetër. E kupton? E vërtet. Po e fotën se regjia nxjerrë gjithë pasire, kjo është foto. Po e kam parë. Nuk e kuptoj, do me thënë, kush është qëllimi? Kush është qëllimi? Kush është qëllimi? Do me thënë... E Rami Spivja nuk i di kush është qëllimi. Atëre, pse nuk i themi dhe ushtrisë i Hitlerit të bëjë një parakalim? Nazistët, SS-ët. Pse s'bëjnë dhe ata një parakalim? Po, pse? Pse s'bëjnë edhe tigrat e bardhë një parakalim? Ka do një rëndësi historia për ne dhe gjaku i martirëve? Ka do një rëndësi për ne? Apo
Pas një kohë, domethënë njëjtë do të veprojmë edhe me Mireki, edhe me serbët. Po kështu i bie. Po, Kështu i bie. Kështu i bie. Domethënë, ne o do mësojmë nga historia, o do jemi detyruar ta përsërisim. Pa fund. Kështu thot. Pa fund ta përsërisim derisa të vëmend, derisa të mësojmë. Është vërtet, shumë e vërtetë. Kështu është. Dhe ne, siç po tregojnë ngjarjet, ne nuk duam të vëmend. Lert, a keni pas ndaj ofertë prej partive politike këtu në Kosovë me që zgjedhjet janë shpesh tash? Ofertë nuk mund ta. Jo, ofertë nuk mund të quaj se ofertat janë ato që bëjnë supermarketet me uljet, po kërkesë. Po herën e fundit zyrtarisht që kam qenë në Prishtinë me teatrin kombëtar për të marrë pjesë tek festivali mbar kombëtar i teatrove Mojsiu. Kam patur më janë afruar njerëz të cilët duke parë në gjithë veprimtarinë time, që ka të bëjë me shqiptarin, më kanë thënë nëse të intereson, mund të kandidosh në rrjedhën e ngjarjeve të vendimarrjes politike në Kosovë. U jam përgjigjur dhe u kam thënë, shikoni, me gjithë dëshirën time të madhe, Çes partia guxojna me bë? Po, guxo. U kam thënë, ka një detaj. Unë nuk e kam në shtetësinë e Kosovës. Pa çka se ti e di marshimin tim me flamurin shqiptar pro Kosovës, ku filloi lufta në Athinë, me rrezik koke, po ende nuk e kam në shtetësinë e Kosovës. U është dhënë shumë personaliteteve që kanë bërë diçka në mënyrë honorifike, unë nuk e kam ende në shtetësinë e Kosovës. Nëse do e kisha në shtetësinë e Kosovës, po do më intereson të jashtëzakonisht. Me u fut politikës. Do më intereson të jashtëzakonisht për këtë popull që nuk e di, po unë heroj më të mëdhenj nuk ka njohur historia. Sinqerisht. Shiko, po të bëj një paralelizëm. Hyrën britanikët në Irlandë. Irlandezët kishin gjuhën e tyre. Pas 200 vjetësh, 200, unë s'po them 500, 200 vjetësh, gjuhë e Irlandës nuk ekziston më. Treqereku i Irlandës është në sundimin britanik. Me gjithë përpjekjet e tyre. Ne mbajtëm gjuhën, Dardanët mbajtën gjuhën, mbajtëm flamurin, ke një Ibrahim Rugova që tha nuk e ik shallin derisa të fitoj pavarësinë. Kosova, Dardania. Pra, kur na krahason, ti thua, një sekondë vëlla, se këtu kemi një popull që vjen nga bjeshkët, një popull hero, një popull që vetë flijohet. Sa bi kanë varosur këto nëna, dhe i kanë qarë, sa bi e bia, fal. Edhe prap, aty, duke mbajt flamurin, ku i ke irlandezët? E vetëm një arritje irlandezëve është që sëndojnë Hollywoodin. Po, dakord. Kanë aktorë shumë të njohur. Po ku e ke gjuhën e tyre? Nuk ekziston më. Nuk ekziston, po e vërtetë. Dhe me gjithë ata thonë që jo, we are not British, we are Irish. Pra, nuk jemi britanik, jemi irlandez. Po ku e ke gjuhën? Kurse ne flasim këtë gjuhë. Ato që e kemi pas edhe më herët. Po. Ato që kemi pas që nga Zeusi Pellazgi, Dodonës. Është e njëjta gjuhë. Orakujt e Dodonës. Po. Që e përmend Homeri. Akili, kur shkon dhe para se të niset për në Troj, lutet tek Zeusi Pellazgjik i Dodonës. Bileftite që aty të molit të muret, ka pas mundësi me qenë ata tempulli i lashtë i antikitetit i Dodonës? Po, sepse, shiko, në Via Aurorja, dukshëm fare, nga tempulli i Dodonës ti shef majën e Tomorit. Dhe tempujt në antikitet janë ndërtuar në zona ku energjia ishte jashtëzakonisht e lartë, me energji shumë të lartë. Por neve na e mbyllën syrin e tretë. Dhe ne sot nuk jemi të mësuar të lexojmë frekuencat. Sot lexojmë librat, shpeshherë të manipuluar të historisë, dhe le pastaj brezi i ri që rritet nuk di asnjë gjë fare, intereson
A do të bëj do një nudo në Instagram apo në TikTok që të ketë klikime? Tash do dolmi pse po rrimë edhe fakte politika. Domethënë ko e fajson ti kështu si njëse, domethënë edhe analist ke qenë te emisioni i Artur Zhej mikut tanë ndjes pas që është ka qenë fenomenal. Njëri. E kënd ju e akuzoni këtu në politikën e Kosovës që shkuan përsëri në zgjedhje, po opozitën, kryeministin Kurti si e sheti? Unë shoh që nuk ka një nuk ka një mirë kuptim. Shiko, nuk ka mirë kuptim. Ka pasjen një njeri jashtëzakonisht i nderuar, quaj Adem Demaçi, i cili mori përsipër të pajtonte gjaqet. A e kupton të ngrihet plaku 90 vjeç. Anton Çeta, fal. Po, Anton Çeta. Të kërkoj ndjes se tash Adem Demaçi. Po problem, s'ka problem. Fal shumë. Po. Lodhja nga rruga, fal shumë. Anton Çeta. Anton Çeta mori përsipër të pajtoi gjaqet. Dhe ngri plaku 90 vjeç dhe falte gjakun e djalit apo të nipit. Pse? Me flamur për Shqipërinë. Ju këtu ende, bravo i qoftë. Ju e bëni dasmën me flamur. Unë të pyeta pak më parë, thash, kur po vija në autostradë, të thash, Sadri, është do një fest që nuk e ditë, thash, pse më the, sepse pa shumë makina, thash, që kishin flamurin. Varg i madh makinave, më the, është dasëm lajert. Po të thash, është dasëm. Ton, pra, këtu ende dasma, ka një simbolik që do i shërbej kombit. Pra do bashkojnë dy familje dhe do sjellin pasardhës për në emër të flamurit, po në atëre në emër të flamurit, këta pse nuk pajtohen? Një sekund. Tregojnë që kamera, këta nuk kanë këtë flamur, më falë. Nuk është ky flamuri. Po, kjo është e drejtë. Së është ky flamuri? S'kan këtë flamur. Ka një flamur që u dhanë fuqit e mëdha. Një hapësirë e kaltër me ca yje, sipër. Qa përfaqësojnë yjet? Minoritetet. Aha, okej. Pra i bje ta ndryshojmë dhe ne këtë flamur. Mbi këtë flamur të vëmë dhe ne ca yje këtu. Në ç'vend të botës ke parti që përfaqësojnë minoritetet me yje në flamur? Do të kalojmë te himni? Shtetet po. Do të kalojmë te himni. Pse nuk morën himnin e Gjergjfishtës? Por kanë një orkestrale. Rington. Po, që s'merret vesh. E ke himnin e Gjergjfishtës? Pse? Jo. A e ke përgjigjen pse? Jo. E kam unë përgjigjen. Sepse nuk qeverisin vetë. Sepse qeverisen nga të tjerë. Unë jam në emisionin tëndë. Në qoftë se më thua ti, tani lajër do kalojmë në reklama, unë daloj. E vërtet. Atëre, këta janë në vendin e vetë që qeverisin. Shtrohet pyetja. Dhe, në qoftë se sponsorizohen nga dikush, ashtu si shpërmende sponsorët dhe i falenderoj dhe unë, sidomos këtë ujnë Sibora, se është emër shumë i bukur Sibora. Sibora. E bukur shumë, Sibora. Ti e thua, këta janë sponsorët që mbajnë gjallë emisionin. Politikanët, para se të ngrihen parlament, edhe nxjerrin atë letrën me ato fjalimet që ja ka shkruar tjetër kush. Pse si thot? Pse nuk thon? Falenderoj sponsorin filan, dhe sponsorin filan dhe tani u po flas. Falenderoj Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara. Nuk e di, këdo. La hertin që shet domatet e cepi rrugës, se më dhanë 100.000 euro për t'i dhe një leje ndërtimi. Sa drin që shet mish, se më dha tenderin. Të gjitha këto. Ja të pim pak Sibora. Pse, jo, vërtet më buri dhe, më fal. Diqo, ore, shiko. Unë me rogën time të rjetën, nuk kam arritur të bëj vila me pishina, të kem nga këto makinat 50.000, 100, 200.000 euro. është rruga ime, unë buri dhe, të kaq. Këta ku i gjenë? Më lind pyetja, ku i gjenë?
Pa në desëm, ka 2 villa e kanë, s'kanë më shumë. 2. Ja, ma. Shpijen 3. Hajde edhe njën, ka të 4. Edhe ka një 4 banesa në Prishtinë, nuk o shumë. 8. Ja 3 në plazh që si ti. 11. Ka pak, njën Shënxhen. Po, 12. Malirja në Shënxhen. Velepuj, Malirë. Sepse ne i duam shumë Gjermanët për disiplinën e tyre, për gjitha. Angela Merkel, që ishte gruaja më e fortë në Europë, hyrin politik, dhe doli nga politika dhe parë jeton në një apartament 80 metra katror. Pse nuk vjedhin Gjermanët, sinqerisht? Pra, dhe këtu vim pastaj të pyetja e rilindasve, a do bëhet Shqipëria? Shqiptaria, do më thënë. Si të bëhet Shqiptaria? Duhet t'i vi radha të gjithve për të vjedhur. Do më thënë, dë një ti sa dri 4 vjetë, vove! Po i ko për të vjedh dhe unë 4 vjetë tani. Shka lezet kjo muhabet. Pas gjithë tyre vinë të konga i Libokës, do të bëhet Shqipëria si kështë në alena mënet të paret. Po, që e bëra videoklipin unë, po. Dhe me thonë, kur në vjen rani kelve me vjedh, bëhet Shqiptaria. Atere, po. Bravo, Duart Trokitje, është ide për lodhë. Duart Trokitje për ty, se ti e formulove. Do na vit gjithve radha për të vjedhur, do ta bëjmë Shqipërinë. Po derisa s'na ka ardhur radha të gjithve, jo, unë jam në radhë. Qa po pret të vjedh? Po të vjedhë, por të vjedhë. Pse unë mos vjedhë? Po. Jo, e di pse, është një brez në Shqipëri, tek unë dhe mbi mua, ke pasysh, kanë qenë shok gjimnazi. Njëri u fut politikës, tjetëri vazhdoj mjek. Dhe takojnë pas 20 vjetësh. Pa i mjeku, ka ato ekonominë e ti në regull. Ky tjetëri vlla nuk di ku ka parat. Në Panama, në të gjitha këto që janë offshore. E kupton, i thot, si ndodhi mo vlla? Çfarë ndodhi mo buri dhut? Ndërkohë shkon në shtëpi dhe gruaja i thot këtij mjeku turp të vi, se je gomar, se je budalla, ja shoku jot, u treguaj Zoti, vodhi. Amaj nuk e di që ky shok i vet i kalon porë shtazon. Pikërisht ai mjeku. Jo, ai nuk e di që një ditë mund ta thresë spaku. Po spaku. Spaku. Altin Dumani. Spaku mund të thresë spaku. Spaku, bravo. Prandaj quhet spaku. Lert, a kalojmë te pyetjet pak më me showbiz. Kalojmë ku duash ti mo. Thash edhe më herët, domethënë po vjen shpesh Kosova, ka diçka të re, ka Kosova për shembull? Ta thash, politik po se po kështu me beqara lali ti. Po kështu i zënd me punë. Shiko, fëmijë bën, domethënë, edhe lopa pjell. Nuk është do një, se shoh kështu në rrjetet sociale që dali në foto me barkun dhe thonë, wow, duket kështu si një gjë gjigande që janë shtatzan. Ke parë do një lop, për shembull, të ketë profil në Instagram e të dali që është shtatzan? Jo. Lopa pjellë, shkreta na jep qumësh, na jep mishin, na jep të gjitha lopa, e kupton? Po nuk kërkon të thot, me që jam kështu, më jep një 10.000 euro të bëj një reels. E kupton? Jo, lopa vazhdon e shkreta, nuk... Pa reels? E qet, pa reels, aty. Me jep qumështin. Pa Instastory. Pa Instastory, lopa. Kështu që nuk është do një gjendje e madhe, po, që ti po pjell. Qa të thot vllai? As që të martohesh nuk është do një arritje madhe, se lexova një statistikë të Eurostatit, përqindja më e madhe e njerëzve që janë single, beqar. Dhe çuditërisht ishte Danimark, Suedi, Finland. Këto ishte 3 vendet e para, ku ishte mbi 50%. Çuditërisht këto janë dhe vendet më të lumtura. Çuditërisht këto janë dhe vendet më sociale. Çuditërisht këto janë dhe vendet me mirëqenien e jetesës më të lartë. Po e vërtet. Mos vallosh martesa që? Si thua ti? Si thua? Jo, nuk e di. Se, e kupton, është dhe ajo shpreha që thot luj, me gocën e huj, nana e karit, ti po esh garavit. Shgaravit, po. Pse esh garavit gocën e huj? Bravo, Duart Trokitje. Po kështu i bie. Po dhe të ishe pas garavit një gustë në shkollë mesme. Të mesme? Po, kështë pas lanë shtazon, dikon. Në të mesme në lashën shtazon? Po. Kështu ke thonë me një intervistë. Jo të mesme. Jo të mesme, a? Jo.
kam qenë viti Edhe ti e morë me zgaravit. Viti tret në Akademinë Kombëtare të Athinës, isha me një vajzë i lidhur, ngeli shtatzan, po nuk e mbajti sepse fjale parë që i thanë ishte tani ti me, do thonë, fëmija e shqiptarit. Aja ka qenë, s'ka qenë? Jo, unë kam qenë shqiptar dhe jam. Po, aja ju. Jo, a ishte greke. Në shkollë, në Akademinë Kujdit bëma kja i tash të punu në institucione në Greqi? E të ka rajtë ju, më ndodhë? Jo. Mëso këmë mitë të skakis. Nuk e mbajt mitsotakis. Jo, nuk e mbajti, jo, edhe... Po në qofë se do e mbajnëte, do e kështë e lindur në 88-ën, kështu që i bidi, mund të kisha do i fëmijë 28 vjesh. Po. Aq sa është kirësi e ti kërë e Peshkopi. Gjufka që përshëndet, do të kiti për Gjufka. Gjithë punën e ti, po. Por që pa instasturi, kështu? Jo, pa. Le, ku kishte rrjetet sociale atere, më buri dhe. Ishte Azia atere, mo. Po kështu për shambull, lehtë me që jemi të dashuria, të karon për shambull me pos në herë të dashur, se këta e në qmujnë për shambull. Jo, ma prostitut, është profesion edhe ja. Varet çfarë quhen prostitut. Për shambull, kohë dhe prostitut politike, për shambull që i ndrëm partit. Shiko, është një sken të Peaky Blinders, ku Cillian Murphy, nën personazhin e Tommy Shelby, thot, ne të gjithë jemi prostituta, thot, por varet cilën pjesë të trupit prostituojmë. Se disa prostituojnë mendimet e tyre, idet e tyre, i shesin. Bravo, e vërtet. Në kupton, disa shesin atë dheun. Këto që shesin trupin janë më të pafajshmet, më pak të dëmshmet. Se në fundit trupi tyre është. Se qarë bëjnë me trupin e tyre, ato e din. E vërtet. Nuk ka rëndësi, po. është më rënd të jesh prostitucioni politikë shumë i rënd. Shumë i rënd. Mendur që thohet e be... Po, sepse ka pasoja mbi gjithë popullsin. E vërtet? Po, në fundit se vejte një vajzë, kështu i ka thënë mendja të punoj në Dubai. Dubai rrugat e mira më duket. Po, ato shkojnë të mësojnë parashutën aty, se hidhen nga balkonet e kateve të fundit. Po do njerë qëllon që janë pa parashut, e kuptone, edhe gjuna pastaj, po qarë të bësh? Ka prej tyre që mësojnë parashutën më në fund? Ka prej tyre, po. Që mbjetojnë aksidente? Po. Parashutën dhe pas shutën. Po. Ka, po. Me që ju i një aktur, më lejon sonte e kam një aktore profesioniste vjen nga Shkupi, thashta bojna të bashkujna Ilirida. Pa tjetër, me kënajsi, ku është? është aktore vjen nga Shkupi, është Fatmire Sherifi, e mirë pesmi me dorë të këtë të prava e folklorike. Po, e di. Fatmira, si e? Gëzojmë që ta kojë. Bravo. Falemderit. E kam djegur Fatmirën të ato folklorike, të legjendat, të prallat. A e shef sa bukur? Kosova, Shqipëria, Macedonia. Jo po flitni për gjona madhore. Qka me fol unë për Macedoninë teme, që unë e kërkoj gjona elementare. Hajde, në thuaj. Mohon drejta gjuhës teme, amtare. Po, e ndoqja protestën e studentëve, po. Si ta gjejmë këtë zgjidhje, se na jemi shqiptarë gjithë, po na në Macedoni jemi ma patriotë se ju. Wow, edhe se Larët Vasili. Po, se na... Se onë nuk diskutu. Na për çdo ditë ballafaqohemi me kësi probleme, por nuk ballafaqohemi me shqiptarë. Ne kemi palën tjetër. Me slab, po. Të llogaritë, na jemi të lindur, gjysh, babgjysh, katra gjysh, autokton jemi në Macedoni, na ndihmi sikur të huj. E di çfarë, para 2 vjetësh, në 6 2 vjetë e një mujëm, do më të jo. Aty i rotull. Në 6 maj të 2024-ës, pas mesnate ka qenë, marrë në telefon shokun tim, që unë i thras Adria Kushia. Dhe i them, po bëhet një organizim në Prishtinë, i thash, për ditëlindjen e Gjergj Kastriotit, të sheshi. Po, tha Lert e vërtet, dua të vi, kush e organizon? Prit sa se po e mësoj. Dhe njofton organizatorët, i thot do vi Lert Vasili. As më kishin në lista sa zgjë.
nuk diskutoj, se ne nuk pjesim për njëri tjetrin. Djeta i muhabet. Dhe kështu erdha edhe bëra një ecje, ata dikush e quajti marshim, të tjerë e quajtën parakalim. Por ajo ecje që bëra unë, ku e bëra ecje? këtu tek, jo më shkoja drejt sheshit. Por e po esnim drejt sheshit. Në rregull. Me atëre ishte atë Nikola i Elbasanit. Po. Sot është mitropoliti i Prishtinës, Pejës dhe kryepeshkopi i Kosovës. Hirsi Nikola. Dhe ajo u kthye në një ngjarje. Dhe më frymëzoi deklarata e një historiani të Maqedonisë. Pikë së pari ish kryeministri Zaev, tha që unë jam me origjinë shqiptare. Qofse dalin 2-3 personalitete të tilla në Shkup dhe thonë jemi me origjinë shqiptare, ndërkohë që ne i njohim si slav. Pse nuk shkojmë në Shkup? Me bëni parakalim tillë. Ore, të themi ja ku jemi. Ne, jo ti se ti atje, Fatmira më fal. Do me thënë, çfarë na pengon? Apo kemi frikë? Ju po flitni tanë kohën për gjona shumë madhore. Na kemi një problem tjetër. Po mirë. Neve po na mohohet e drejta e gjuhës anëtare. Po ja pra, po këtë po them. Po dhe? Në qoftë se ne tregojmë si shqiptar që jemi faktor aty, kam përshtypje që nuk do si do më Shkupi Nën Terezës. Po si do më Po dhe na kemi edhe Skënderbeun midis Qorshis. A kupton? Na kemi shumë, na nuk themi. Po afër teatrit është, e di, afër teatrit. Afër teatrit. E di, afër teatrit, se vi shpesh. Mirë po, a jemi të bo mjaft? Zero. Për fat keq. Ku shiko fajt politika dhe atja? Na i kemi fajt mas pari vetë nër vete, se jemi 30% ose 33% jena shqiptar. Po pse pak janë? Po janë pak, o burë, qëfar pak? Dhe më thoni pas një 2 ylla ju më flamur? 2 ylla, po, të ju të Kosovës. Kanë 4 reze, nga 12 ama kanë 4. dy llogaritë mu letër njoftim nuk më shkruan shqiptare, më shkruan. Qëre, bëllë është letë flamuri ju me vizatu Lert Vasiljević i Maqedonisë është halo maj letë. është fare i thjeshtë. Dili edhe. Po, se është dielli i vjetër i Aleksandrit, prandaj, i lekës madh. Po. Më falë, vazhdo. Po. Mos e fyri se është nga Maqedonia. Jo, nuk është fyrje se për shembull edhe ai ylli është flamuri që unë jetoj në atë shtet. Edhe unë e respektoj deri pafundësi. Apo më kupton? Mirë, po cilin e ndjej? E kupton? Cilin e ndjen? Ku që zibe vlla. Bravo, do të vijë për favor. Po sigurisht. Jena po shumë kontor për të më na dole emisioni sonte, për ndryshe unë po gëzuna. Çfarë do na ndalojnë? Jo. Ku fiskom, po jo me disa erdha? Ka dalë se po bojnë muhabet. Jo. Ajo do na ndalojnë në internet, po them. Se na e kalum kem te tema Dubajit. Fatmire e kalum pak temën, e s'dashta me kalu, është temë mjaft interesante dhe do të trajtuar me delikatesë. Po, tash jena ndërkombëtarizu. Po, Fatmire, çka mendoni ju për rrugat e Dubajit? S'kem të diskutu. Ide nuk e kam, lidhje nuk më intereson, si cili e ka zgjedhjen. Edhe mu bashkë më intereson me gjetë një punë më të mirë se ç'kem vënë lo. Jo, mu nuk më pëlqen ato. Është lehta, shikus të ndëruar, jo ç'është më gjujt. Vjen rroga e madhe e gatshme, po nuk të kënaq. Më mirë është ajo në që e punon, derdh njerëz edhe harxhon. Jo, po edhe ato e punojnë me djerës. Mos kujto se e marrin kështu. Jo. Po e harxojnë më lehtë. Jo, s'mirë dinori lehtë. Nuk ka rëndësi, po që djerës, ajo mos e diskutoj, që punojnë, asa të mos e diskutoj. Se çfarë pësojnë, këtë mund ta diskutoj. Jo, unë e flej shumë rahat. Po jo ç'pun ke ti merresh me folklorin. Po themi ne që merremi shumë me gjëra moderne. Po për ndryshe, ani që po dalmi tek teatri, se kjo është edhe akture profesioniste edhe kjo është merr me teatr shumë. Fatmire, po për shembull këto puthje skenike që tha Lajeti më herët, ju ka rrojë juve me pas puthje skenike në teatr? Po as mos e diskutoj, kot ja bën pyetjen. Me kam për shembull po është pjesë e profesionit. Unë e kam pasur në temën e diplomës e kam luajtur një rol lesbike. Po. Edhe ka teknika. Edhe ka teknika. Jo, se nuk është edhe shumë e thjeshtë, sidomos me gjininë e njëjtë është edhe më vështirë. Po, më e vështirë, po e vërtetë. Po është një teknikë, Lerti e di shumë mirë, po. se do me thonë në kje
se në teatr nuk mund është ti... Vendosesh në rrethanat e personazhit që ti interpreton. E po pas shumë të vështirë, ta tham shumë sinqerisht. Më fal, ti pse nuk bën pyetjen kur vret një njeri në skemë, si e bën? Po se vret për një me. A, pra. Edhe puthjen asnjëherë nuk e bojnë. Domos ndjen kur gjë kur të është puthje skenike. Jo, nuk është çështje ndjenjash, ti vendosesh në rrethanat e personazhit, nuk je ti. Është Laerti. Është ai, siç e thua. Është ai, po. Stanislavski. Jo AI. Po. Jo, mos do shta e mërtuan ai nga... Po dhe, AI. Inteligjencë artificiale nga ne e kam vjedhë. Edhe këtë. Ka të drejta Grëndali, po e ku thëtë. Zoti madh. Është kanë për shembull pjesë që me teknika. Absolutisht, s'ka lidhja ajo në teknikat nuk janë çtira. Po të është i ushtron, se na për shembull për me bën një shfaqje ti dush me shku 3 muaj prova. Atje te përpullën e ka bërë pa provë. Unë jam rrugash, mos më rrugë. Jo, ky e ka një bagazh shumë të madh. Domethënë pa ushtruaj bën. Po e bën, sigurisht. Ose po çishë ushtron për shembull ta çesin ai tavolinë për vora ai. Unë jam këtu, pse pyet Fatmirën? Po dhe po të ushtron Laerti. Unë nuk e di për Laerti çka bën, ai është e drejta. Jo, po unë për shembull nuk muaj. Tash të më thonën bëne një puthje skenike. Nuk e bëj. Nuk e bëj se jam e pregatit. Po sigurisht. Po jo do prova për atë gjë patjetër. Hyrja në rol është papore, gratis. Jo, unë shiko se shumë po kruhesh me me juve pas ka. Jo, ky. Po dhe se i ku me këpejt. Shumë po kruhet, unë se di. Dëgjoj, ka paguar. Se është të mushnush. Ka paguar topi ty? Jo. E merr rrogën nga topi? Jo, kush është topi? Çanelli apo kështu i futbollit? Topi. Dëgjoj tani. Po, siç e ke parë, unë isha edhe në një format tjetër, kështu reality, që edhe aty janë realizuar disa puthje. Spektakolare. Janë realizuar dhe martesa spektakolare. Po, e vërtet. Edhe marrëdhënie, çifte, spektakolare. Mbaroi emisioni dhe të gjitha këto si flusë sapuni. Të ta bëjë dhe njerë. Po e vërtet. Aty unë e di se kanë edhe fëmi, kanë lindën parterat që janë njoftu, se është një i Maqedonisë, me sa e di, që kanë edhe një fëmi. Prandaj po të them që nuk realiteti televiziv nuk ka lidhje me jetën reale, asë një gjë, fare. Hiq, dhe mirë do bëjnë njerëzit, e pare punës mos të entuziasmojnë kaq shumë. Unë jam me Sadrin, unë jam me Laertin, unë jam me Fatmirën. Pa i kohë me veten tënde se s'ke të paguash llogaritë e dritë e korrentit, e rrymës. Paguaj llogarinë e rrymës njerë dhe pastaj mos i qa hallin. Le tani. Po e vërtet. Po i qan hallit njerëzve që paguajnë 1.000 euro nata për të fjetur në hotel. Nona e ka rrit po. Po, ti po e shgaravit. Rirat, ç'ke? Ri mirë. Urdhro, fol. Fatmire, për ndryshe ti ke thonë që nuk e ki probleme edhe me qajt, me kojt. Po. Është teknik, ta tha, është sërish teknik. Është kujtesa emocionale, Stanislavski që përmende pak më diçka pak. të kojt, për shembull? Po sigurisht që mujna. Ma vënë, domethënë. Po sigurisht që mujna, unë thash kjo është teknikë dhe e kemi të ushtruar, sidomos Laerti e din shumë mirë se na këto teknika i kena. Po patjetër në shkollë. Edhe në shkollë na i mësojnë. Domethënë ma fel s'keni, më pull me kojt, ma fel s'ka në teatr. Jo, s'ka. Çka me bë ma fel? Po duhet me ditë në tim. Po vetëm po të vritësh. Ja ka ma fel. Me gjithë mend. Ka ma fel. Është ajo pjesa e parashuta që folëm më. Po mirë, ajo është në teatro të tjera. Po. Duhet gradacel. Po për shembull, çka një pyetje për filmin, për shembull, nëse jeta jote do të kishte qenë film, a kishe guxuar me kthyer me shtëpisë për shembull? Me shikuar me shtëpisë. Jetën time në film? Po. Nuk e përmbledh dot një film. Duhet ishte serial me shumë episode. A kish me pas për shembull jeta jote si skena me pull të kuqe? Me disa, jo një. Disa? Po. Domethënë plus 18 jeta. Po si jeta e gjithkujt, pse çfarë? Vetëm shenjtorët. Dhe unë nuk jam shenjtor, mëkatar jam, si të gjithë. Fatmire ti? Jeta jote nëse ish kon film? Kishe guxuar me kthyer me shtëpisë, po? Po, sigurisht. O, absolutisht, as me krenari kisha thonë në shumë sene. Garanti si tregimi popullor kështu po. Ndoshta. Ndoshta, sigurisht. Ose historisë shumë pak ka njerëz që i përjetojnë të njëjta gjëra, pas njëherë nuk i flasin edhe i mshefen. Po kalon një periudhë jetës sa që
Se vret mendjem për kur gjo. Krejt që ka ndodhë, ose krejt i qetë në shesh edhe i folë. Më falë, dëgjo. Shumë më pëlqeni son të lartë. Po ema do të bëj një krahasim, dëgjo. Ishte një politikan, të cilit ju publikua një foto nudo. E pa gjithë populli. Mësë është Edi Rama? Ndikoj në zgjedhje. Jo, i fitoj prapë. Po nështë ta ka ndiku, se i për ka fitu zgjedhje, se i ka po shkosht. Ma atere, e kanë vlerësuar për aftësit, dhe talentin që ka. Do njerë, duhet dalësh cullak, që i thoni ju. Po, cullak. Zakonisht cullak, Lomina. Ja ku e gjetëm. Pse nuk po zgjidhet presidenti? Kjo është çështja. S'ka dal njeri cullak. Ta po detyron kandidat me dal... Po. Wow. Le dalin se cili një nga një, të votoj populli. Edhe tani, populli ka me kush gatash më i mirë. Kush është më i zoti? Jo, nuk do është ma vesh, cullak. Po. Po. Po është e vërtetuar. Po në rregull. A i fitoj zgjedhje tjetri? Po. Atër? Jemi larg për të qenë afër. Dhe shumë afër ka për qenë larg. Ka thënë Aurorës, edhe son të ju po më pëlqeni se jeni larg, a më kështu jeni shumë afër. Po se jemi aktor. Po. S'diskutohet. Ti këtu flet me krijesat më të brishta, Të prishta? Brishta, brishta. Më të brishta, jo prishta se i bie Prishtinë. Më të brishta dhe njëkohësisht më të sinqerta, po njëkohësisht dhe më kurajoze që mund të ekzistojnë. Që janë aktorët. E vërtet, po kjo e ka një emër fantastik Fatmiri, për shembull, këtu në jetë përditshme të vitit më herët, a ke pas fat hiç? Ti fatin e mirë po e ke, se sot po të pëlqen emisioni, që është Fatmirë ka sjell Fatmira. Wow. A kam pas te vet. Fat. Po, unë jam e lumtur. Jam shumë krenare. Ki shumë rolin apo kështu të kumpo? A i din sa dri sa herë jam martune? E kam pas... A i din sa herë kam vdekur unë, po da me unë Jo, e kam pas një shfaqje, e kam pas një shfaqje në teatër të Tovës, Muzika 2, po besoj që një 24 herë jam vesh me fustan parë. Po. Në teatër, ama? Po sigurisht. Po sigurisht në skenë. E kështu për shumë në teatër s'keni vjera ju? Jeni rahat për vjera? Jo, ka. Ka, ma mbarët është... Kush pe lunë vjerën për zote e vroft? Ka, që e lujnë. Sigurisht ka vjerat mira, vjerat këqia. O, dhe? Ja, vjerat mira s'ka valla për ju. Jo, valla, nuk është ashtu sa dre. Jo, për bes, jo. E ti për shumë kështu Fatmire beqare se e vetëm... Mua për shumë më kanë dashur gjitha vjerat. A po? Po ti je nga krau i kundërt. Ti je anglez këtë rast. S'ka lidhje edhe unë e kom dash djerën teme. Po, a urdro. Unë për bes e kom du se dash. mua e së vjen shpe më përzim. Me më përzim... Ape, tash ti... Që vjerën tonë që keni qenë e martuar, Fatmira, po? Tash? Jo, tash ti jam beqare. Ma thonë nda. A e kupton dhe ti më thua pëse s'martohesh. Po nuk do me thonë që jam beqare edhe nuk jam e përmbusht. Qështave se s'më dëgjova? Jo se më thot gjithmonë pëse s'martohesh, lërë pëse s'martohesh. A e kupton pëse pëse s'martohesh? A pëse edhe Fatmir? Pra këtë mes që në vëshoni martuar? Tani ja jam më budalaj, ja jam më i Jo, minoritet je, nga në të tret i përbën 30%. Minoritet, po e kam një vend të lamura, tha o ma herët. E ke një yll. Po pra, ju s'kini asë një yll. Jo, ne kemi 2. Po. Këtu jena 2, ama unë i kam edhe 2 jashtë. Urdro 4. O, se ki edhe edhe i kam 2 fëmijë të këtu. 2 fëmijë, bravo. Po, ti kesh me jetë, Përveç shakas ti kesh me jetë. Faleminderit që. E po, a guxojna më të prek pak kështu, pak ma seriozisht, si erdhi te ndarja Fatmire për shembull me bashkëshortin tënd? Me ish bashkëshortin. Po, unë u martova shumë e re. Ama kur ta me re, 20 vjet e kom lind. Fëmijën e parë 24 e kom lind fëmijën e dytë. Në atë moshë njëri nuk mendon shumë çka. E vërtet. Edhe me kalimin e kohës të e shef se nuk funksionon, nuk shkon, nuk i perspektiv, njeri toksik. Edhe cila është gjithja ma e mirë? A është ma mirë me najtë me një njëre që nuk je i lumëtër e me rritë fëmit me një frym jo adekuate, apo divorci. Edhe insistova, mundova shumë vjetë që mës të mërite ndarja, ta thamë sinqerisht, shumë jam mundue.
po zgjidhjen më të mirë e zbona kur u divorcova. Ama... A ka ndiku vjera në këtë drejtim? A, jo. Ja, ka zotë. Se ko zakonisht dikujnë thujnë vjera t'ja lënë fojnë? Jo. Problemi ishte të unë edhe taj, edhe kaq. Nuk funksionoj kjo, nuk u përpus me as mendime, as gjo. Ishme dy botat në ndryshme, njëri që s'funksionon ma edhe pik. Po, a e kom pas let? Jo. Tepër anë. Jo, ti bravo të qoftë që e thua në mënyrë kaq logjike dhe të ftohtë, bravo të qoftë. Shumë rrallë ndodh te femrat shqiptare kjo. Shumë vështirë. A ki pas për kraje? Po, asnjë. A di si ta po çse edhe po emocionohesh ka po fol. Po sigurisht se ato janë gjëra që unë i kom përjetuar me mish. Kupton, unë nuk kom hec normal, unë kom hec me bryla. Beson se është kanë shumë e vështirë se i ki 2 fëmijë të vogël që tu rrit, tu shkollu. Vërtet. Për kraje kije minimale dhe vinë sulmojnë, të paragjykojnë pse e bone kështu, pse u lyje, pse u veshe, pse edhe financiarisht nuk kom qëndru mirë. Se kom pas një rogë të vogël, kom jetu me qira, pa për kraje, ti shkollojsh 2 fëmijë, po jo vetëm ti shkollojsh, se fëmija nuk i don veç financat, edhe vish me jam ush barkin me bukë. Fëmija don kujdes, fëmija don ko, e kuptan? Ti duesh, sidomos unë i kam 2 gjinit, qikën edhe djalin, edhe për shkakun qika gjithmonë e ka një farë kujdesit veçantë, djali hiperaktiv, qoje njënin kurs, tjetërin kurs, shko merë në shkollë, shko, do me thonë, ajo ka një periudhë shumë e vështirë e jetës teme, po ta përmbylli se emocionona është natyrshme kjo. Më pyet tash se si ndina, nuk më besoni jo, unë jam nana ma e lumtur, buzullim të sot. Bravo. Po Fatmira, s'po du shumë më të lodhë, po veç edhe një pyetje e kam, për shambull, qka nëse për shambull tash, se ti je ri, për shambull, merë në do një oferë për njeri u të serios, ose kështu, dhe më thonë, si ndihen fëmijët? Pa kaluar aty, më falë që ndërpresa, dhe sa ta mendoj. Fatmira, na përshkroj diçka këtu edhe më bëri shumë përshtypje fjalia kur tha pse je vesh, pse je ly. Shiko, do diçka shumë e çuditshme me ne, shqiptarët. Në çdo anë të kufirit, si të Iliridës, si të Kosovës, si të Shqipërisë. Kur shohim ca videoklipe me këto që ne i quajmë vipa, edhe bëjnë ca këngë. Edhe këngët janë, tekstet janë komplet, do me thënë, bërlog, që i thoni ju. Po, veç donë me ta thy, kush donë, pse e thy, ka me e thy, jo s'ke me ma thy. Videoklipet janë gjys lakurit, gjitha. I Duart Rokasin. Gjys Cullak. Cullak. I Duart Rokasin. Votojmë, blejmë këto, me downloadojmë këngët e gjitha, na pëlqenjë shumë. Kur në jetën reale, del një vajzë si Fatmira, që vendos të ndërtoj jetën vetë, në vend ta përkrajim, ne shkojmë dhe i themi pse u lyve, pse u veshe. Ne, të njëjtit njerëz, që aty që ka dalë aty, si që gjysë Cullak... Baki 54. Jo, baki është gigantit 54, se mas ma po, është i tretit. Erdin Sher, edhe një banesën zuni, po, edhe, po, gjitha në rend, edhe shiltet i shtroj, edhe një kalendar të Adelinës në murin e vetë e vnoj. Edhe rezën e derës e ndroj. Po, dëgjo, ne çmendemi, mbushim stadiumet, që dalin këto gjys lakuriq, që... Kush për i tyre për shembull gjys lakuriq? Për shembull, Flori Mumajesi, që e përshëndes, edhe i mungon shumë muzikës shqiptare, ka një varg ku thot e keti një problem, thot, por veç unë s'po ta them, dhe live mos këno, thot. Dhe i drejtohet një këngëtare. Gjysma e tyre nuk këndojnë live. Te keni problem mos në live, a ke qajo është? Po, ashtu e thot Flori. Pa i qajo ketë muzikë, si mos dish me kënu live. Tani... Sukur mi thonë Fatmija, si keni problem mos luj. Shumë dalin me roba plazhi,
Banjo i thënë atëna. Po, roba Se s'kena banjo. plazh. Po, roba banjo. A në Shkup i thojnë ndryshe. Roba liçeni. Roba liçeni, dakor. Edhe ne i Duart Rokasin. Kur një vajzë që mund ta kemi komshie, kupton siç thua ti te komshia. Merr gjitone në gjirin ton me llaf. Merr jetën e vet në duart e veta dhe përpiqet rrit fëmit, ne e paragjykojmë. Po. Kurse këto që këndojnë sikur janë në OnlyFans, themi është artiste. Pse? E kupton sa absurd është gjykimi jon mbi moralin i shoqërisë shqiptare? Për fat keq. Pra, ke një njeri në kamera që në fillim qesh, pastaj i thonë ti s'duhet qeshësh tani se të puthi me zor, dhe pastaj ti e shef në një video tjetër që reklamon gjoksin prej silikoni. Edhe tjetra ja kap me duar dhe i thotë çuna ju çapo bëni, pse se kapni? Por ndërkohë ne promovojmë vlerat. Ne promovojmë vlerat. Një duart rokitje për vlerat dhe për gjithë ata që i votojnë ato vlera. Bravo. Po sidomos për ju që harxhoni para dhe votoni vlerat. E vërtet. Votoni vlerat. Vazhdoni. Dilni Cullak dishi me zgjedh presidentin. Jepini, po mos u ankoni pastaj. Po e vërtet. E kupton se vi unë këtu nga Shqipëria dhe pyet Sadria, lart si mendon dikush kush problemi? Te ju që votoni është problemi. Kush problemi? Pas sekundi tjetër. Unë s'kam votuar si jam kon këto. Pak më anë jem. Kush nuk ka votuar për formate televizive këto që bëhen? Kush do fitoj? Doli njëri këtu dhe tha Turp TV në finale, asnjë kosovar. Thash unë pas Korçar nuk ka në finale. Urdhro tha? Mos ka Korçar në finale, tha. Pse çuditesh s'ka kosovar? Kosova! Ore, po e do Kosovën, i gëzit president. Se nuk është një reality që përfaqëson. Se edhe ai që fiton nuk përfaqëson Kosovën. Pra, e kupton ku e kemi drejtimin neve. Ne kujtojmë se një reality në televizor përfaqëson... Koshia përfaqëson Kosovën. Jo, Sandrin përfaqëson. Po, bravo. Laerti përfaqëson Laertin. Absolutisht. Dhe ti voton, thua Kosova, jo, jo. Po, e do Kosovën, zgjidh president. Po e do Kosovën. Lej votimet që pasuroni produksionet e ndryshme. Mos push me zgjedhje tjetër kam bilet gjesi zgjidhme. Zgjidhe o vllai. Po atë pëlqen zgjidhe. Po. Po mos thuaj pastaj kush e ka fajin. E vërtet. Ti e ke fajin. I pari. Unë para teje. E vërtet po. Të gjithë ne jemi fajtor, që të gjithë. Fatmire, a ke pas kështu domethënë thash edhe më herët ndaj domethënë oferta e kështu se ti luna për filma shumë edhe. A di si është puna Sadri? Unë jam me fëmijët shok, po e kam edhe qëndrimin si prind. Jam shumë e përmbusht me jetën. Nuk do me thonë që je një grua, po një femën, pa partner, edhe je zbrast. Absolutisht, po. Do me thonë, unë e kam jetën aq të përmbusht, sa nuk e shoh edhe detyrimisht ta kam një partner. Po, nuk i gjithë jetës asnjëherë. Ka që di me thonë. Po, kështu do me thonë, ka pas tentim për ribashkim? Po, ka pasëm, po ajo çka është thymon nuk ngjitet. Edhe kanë kaluar një periudhë shumë e gjatë, se unë kam mbi 13 vjet që jetoj, i kom rritë në fazën më të rëndë të adoleshencës fëmijëve, se është një pjesë shumë e vështirë të fëmijët. Ose të çdo sen s'kom pas as 1 milimetër për kraje për partnerit, edhe tash masi janë rritë edhe janë moshë madhore, mos më vjen kërkosh bre burrë se e kam. Po pra, e kupton domethënë në vend Duart Rokisni Fatmirën, ju shkoni dhe paguani bileta për të parë këto që këndojnë pa brek. E pastaj thonë, roft, jemi patriota. Jo, më nuk jeni patriota. Po na si populli na kurioz lart. Për brekët? Jo për vlerat. Jo. Nër brek. A di çka është më e lumtura që më bën lumtur mua si Fatmire mas pare. Më bën lumtur se kur i shoh fëmijë që janë të vendosur, qëndruar me puna të mira, që janë studime, kanë krye, janë suksesshëm, edhe shpeshherë ju betona, shpeshherë ulna, edhe në mëngjes sidomos ta mos zot faleminderit për të dhurata. Se kam shumë shembuj që janë me 2 prind janë rrit ato fëmijë dhe
nuk më vjen keq që e tham. Mirë po kur i shohë të dytë janë në për puna, në për studime të suksesshëm, rrugë të mirë, rrugë drejt, edhe të punësum në për institucione që thash patriotizëm. A kuptan? Do me thonë institucione shqiptare. Serioze, kjo është për mua. Mrekulli. Bravo të qoftë ty. Aja lau s'kenin pak fitim gashit sonte, se përndryshe Fatmir Sherifi është edhe kolege, bravo. Hajde një përfitimin. Hajde fito. S'kena përfitimin se jeni edhe kolegjo. Po na kena punu e bashkë, edhe punojna bashkë realisht me fitën. Te të regimet populore shpesher nga ka raje që na kemi pas edhe skenat për bashkëta, edhe një periudhë gjatë kemi kalu shumë mirë se na kur shkojnë atje me gjyruar është në për natyrë, që s'ke as rrymë, as ujë, as telefon. A di ku i bje Mjaki? Në kufi në Maqedoni. Mjaki jo, Mjaki ka qenë ai profesorit e Karate Kid. Shoti Mjaki bje për pak ma Mjak. Ku? Ma nga të Vitinjës i vja. E diko është Vitinja? Vitinja po. Vitinja po. Po jo, Mjaki ajo është kufi, do me thonë është Mjaku, tani vjen Tanusha që... Më falë shumë për më karën rasti, po. Kufini i Maqedonisë me Kosovën... Tanusha? Tanusha, po, aty ka pasë... Tani shirë si, për ndyshe ka Arusha, e kësë. S'kena përfitim. Ka dhe patate aty. Kushidon, varvarova si nikon.
kushi do se s'jam I Zoti për gjo moj vente mia kushi do se s'jam I Zoti për gjo. Barbaro Vasiliko, a ki dhënë der? Se dhënë të mija dha kush I do? Kam pas dhënë, po nuk jap më. Jo, a? Dhënë të dhe dhit keme dhe na? Me dhit, gjithë njerëzit e bëjnë atë punë, me dhanë nuk bëjnë shumë. Ka që vetëm marrin. Apo do përkthys? Jo, mirë. Te këtë mirë. Okej. A është me pagesë për këtim? Barbaroz është Vasiliko është në greqisht, pra është një bim që në Shqip do të quajë mbretërore, ne I themi Barbaroz. është për një të njëjtën bim flitet. Mu desh, po e bëj këtë sqarim sepse do njerë dëgjohet edhe nuk dim për çfarë thot kënga. Ashtu siç para 12 vjetësh që u ktheva nga Athina, duhet jepja një intervistë që të sqaroja që kënga Moj e bukur amore është për Peloponezin. Nuk është se I drejtoj do një femre. është si sot për shembull të dëgjosh këngën Moj Sarand, Moj Delvin, dhe të mendosh se u këndoi dy vajzave. Se u keni në Kosovë emra Sarand dhe Delvin. Edhe Vlora. Ndërkohë Liboka I këndon qytete. Janë qytete. Siç është Morea është Peloponezi. Po ne nuk e dinim për shembull që ajo këngë e këndojnë arbërorët e Mores të Peloponezit, pasi u larguan për në brigjet e Italisë, që sot quhen arbëresh. Dhe I këndojnë Atzeu të humbur, Mores, Peloponezi. Peloponezi. Fatmira, ki me ndodhë diçka me neve sonte? Ne diçka ne rëfim... Rëfim për çka? Se jeta e rreth familje se që të kem që të e la muhabetin. Te jeta jem... Jo, gjithçka është në rregull, është mirë, po thash unë, për momentin jam e përmbusht, e lumtur. Bravo. Për mua është ky një sukses që mu ka shpërbly edhe atë mund që e kam bërë, se besoj, jam e bindur se çdo individ në jetën e vet ka pas sakrifica në jetë. Kush ma shumë e kush ma pak. Se pa e kalue vështirë... E ku e ke pas mas vështirë ti për shembull? Ua, kam pas shumë senet vështira në jetë. Sa drita tham, për herë të parë në jetën teme, që ndoshta edhe tjerëve nuk ja u tham, apo askush nuk e dim përveç unë edhe vajza jeme. Unë e motër nuk kam. Edhe Zotin bekoj me një vajzë, moshë shumë të re, edhe u rritëm bashk, me plot kuptim fjalës. Periudhën, masi jam divorcu, jetojsha me një banesë shumë të vogël. Se aq mundësi kesha. Punojsha me orar prej në 8 në ora 4, në ora 4, buxheti ishte shumë I vogël, 2 fëmijë, djalin e kisha në shkollë fillore, vajzën e kisha në të mesmen, ajo ishte në shkollë prej në mëngjesit, se ishte në shkollë të muzikës instrumentale, dhe atje ishin me orar të zgjatune. Edhe një periudhë gjatune mora dhe punojsha edhe punë dytë, edhe punë tretë. Nuk zgjedh që shka punojsha në atë aspekt që me njerës që thojna, po aq që në mundësit e mija, sa që muj mja dalë mujin, qira, rrym, uj, shkollim, ose fëmija fillojshin u rritëshin edhe të gjdo 2-3 muj, pa ti ka s'kisha mundësi. Ato ishin shumë, mos ta thamë se ndoshta edhe dhe shkemi numru parët për me ble buk. Ati s'gudzojshe fëmijës mi thonë, s'ka. S'vjen parasysh. Edhe unë e fillova me punu një punë dytë, kur se kam thanë, ju betona. Fillova me pasru një zyre. Zyrja ishte banes, edhe mas orës 4, unë e punoj më një institucion, që kam edhe post aty në Thojza, jam shef aty, po nuk mjaftoj të pagesa. Nuk mjaftoj se ishin hargjimet shumë të mëdhaja, ishin hargjimet përdiqme. Su m'dalë ke roga. Edhe unë mas dite shkojsha punojsha pastruse.
Edhe kaloj një javë, unë shkojsha prej në ora 4 deri në ora 5, 6, 7, deri sa të pasryshin ato byrojat. Edhe një herë, 2 herë, 3 herë, e pake që ka jeme se jam shumë e lidh. Mam ku je që kam dalën, kam pak punë, mam ku je edhe regullisht. Kjo nëse filloj mami, që ka jeme mendojke që më s'kom bona i lidhje dhe jam të më shef. A une realisht jam shumë i lirë me fmit. Asë njëherë nuk ma kanë mohuë që une kam drejtë me zgjedh një partner ose me pas një partner. Asë njëherë se kam këtë problem. Tha mam, tha, je ku je, tha, nuk më intereson, tha, une du tha më ardhen aty, ku je ti? Tha, sha je sigurt? Tha, une, tha, nuk po të besoj, tha, du që të vi aty. Okej, hajde, ja thash adresën, thash ti këto telefonat. Edhe, i bjezilës, unë ja hapa derën, qka mund pa që ka jeme? Unë me dorza, kuptan? A e veshur, klasik, se zyre punoj, mas orarit, dorzat një portrenerka që ta marrë të hafshi, sa atune që ato pare që i marrësha, une përshemë më shaf një vetë me t'ju blej dhe diçka plus. Edhe më tha, mam, tha, deri këtë pikë, tha, na kemi mëri? Jo, zemër, thash, është gjithë shka në regull. Jo, tha, une përshof se si është situata. Hajde, thash ty ju, je ke dorzat ti, tha, ullu pusho, tha, une do t'afshi. është kam vajza, po. është kam vajza viti 3 në shkollë të mesme të muzikës, edhe besomni që prej viti 3 të shkollë të mesme, ajo punon. Dhe më njëre ka gjithë. Bravo. E përshëndes me shumë vajzën të lumë ty, që i kërit ashtu. Po, gjithmonë njët, ajo prej asoj dite, kur asë edhe një ditë nuk ka nejtë pa punë. Edhe gjithmonë më kanë dimu, se ta shti më kanë dimu. Do me thane, kam edhe për krajan e qikës edhe djallit që punojnë edhe kontribojnë në atë shpi që na e kemi pas bashku të tretë edhe jam e lumtur se kur e di që kjo shpi është e jemja edhe nuk i kam bashkë askujt. Ja, zot, më se lënë kam fajta. Këta njerëz janë shembull për Shqipërinë. Dhe jo ato që dalin për emision e thonë 2.000 euro bën më kapi. E ke atë video në parasysh? As me i kap nuk thot do, thot më kap. Nga që e kap. Më kapi, po. Më kapi bën 2.000 euro, thot. Këta njerëz duhet, dhe bravo të qoftë, që ke sjell një personazh tillë këtu që flet një grua e vetme që ka rrit në këtë mënyrë vajzën e saj me punë, me njerëz ballë. Aktore profesioniste, po. Po bravo të qoftë, bravo Fatmira, bravo. Unë nuk e kam shefën këtë për diçka, po thjesht nuk duhe vetëm gjona të këqija të flas. Po vazhdimisht kam qef me thonë, nuk ka fund e mira. Po pa kaluen diçka të ronë, asë njëherë nuk je i suksesshëm. Absolutisht. Edhe une kështu e shoh jetën edhe është e bukur jeta. Çdo njeri mund të arrit ato që don. Unë gjithmonë kam ndru me pas një shtëpi teme. Edhe e kam arritën tashti unë jam njëri okay për mua. Gjithçka është në rregull edhe për mbushur jam. Bravo. Po. Bravo të qoftë. Faleminderit. Respekt e shumë. Lart. Kur jemi me që, domethënë, te dashuria por e kthehemi përsëri, me që tash të lidh puna. Çka për shembull nëse kishe zgjedh një vajzë, për shembull do ajo nuk kish dashur me jetu ti bashkë me nën Revekën, cilën e përshëndes më shumë. Një dardhëkitje e madhe për nën Revekën. Faleminderit. Sa ka pa Laerti me Faleminderit. Unë e du sikur me pas në unë tamën. Krejtë dojna. Edhe ajo të do shumë. Madje tani që erdha, po ta them në emision, po, më ka, do më para se të nisësha nga shtëpia, më dhajnë këshu nga ato teneqet e vajt, më tha, të do e qosh për Sabrin, tha, se ka bërë operim. Po, të Sadria do e qosh. Ku di unë që të them, nuk e di, po kjo historie e Fatmirës më ka emocionuar shumë, edhe shiko, është njeriu që është i gatshëm të bëj sakrifica, Zoti ja bën barë. Më kujtoj, Fatmira, më kujtoj vitet e para, kur ne kishim shkuar në Athinë, pra këtu e 33 vjetë, dhe unë fitova konkursin Akademinë e Teatrit Kombëtar të Athinës. Dhe prindërët mi ishin ushtarak madhor që
ish kryeministri i Shqipërisë që tani ish kreu i opozitës, ashtu e mendoj, i nxori në lirim të parakohshëm. S'kam parë ndonjë në shtet tjetër të nxjerrësh në lirim ushtarakët. Ushtarakët janë partijak i shërbejnë atë dheut, po kështu i tha mendja e tij. Nga që ai vjen nga radhët e Partisë së Punës, prandaj. Po ç'rëndsi si ka. Në fund të fundit as kjo s'ka rëndësi. Dhe unë, ndërkohë që studioja në shkollë, kisha gjetë një punë natën, kështu, barman, banakjer. Po, banakjer, po, shankist. Po, shakist, si e the? Shankist. Shankist. Shanki, edhe isti, shankist. Shankist. Dhe mezi më dilë dhe gjumi në mëngjes, që të shkoja në shkollë. Dhe mamaja ime më kap një ditë dhe më thotë dëgjoj, ti o shkollën o punën do bësh. Pra, o do bësh aktor, o do bësh shangist. Të dyja nuk i bën dot. Po i thash, si doja dalim, se duhet një rogë ekstra. Unë tha do bëj një punë të dytë. Dhe nëna ime ka punuar pastruese. Me 3 diploma, në një vend ku emigrante, puna e dytë ishte njësoj si Fatmira. Prandaj emocionova shumë kur e tregoj Fatmira këtë. Punonte pastruese. Që unë të bëja vetëm shkollën dhe të mos e kupton tani dhe ti më thua në qoftë se një vajzë nuk do pranonte të jetonte me nën Rebekën. Dihet përgjigje. Do jetonte atje ku do donte, po jo me mua. Bravo, bravo. Sigurisht. Bravo, kjo më pëlqen. Po për shembull, a kishe pas dëshirë me pas një darsëm të madhe me tradita shqiptare siç tha më herët? Darsëm, Po. me flamur. Me flamur. Po. A? Po, shumë. Domethënë, a mujna se me që jem sonte të dy jeni aktora, muj me ndol kamerën dhe me improvizu diçka me bëni darsëm. Po, me kënaqësi. Po. Unë një 24 i kombohe. Sonte 25. Po, bën 25, shëndsi ka. Lajeti ka 18. Bravo Fatmira. Në lajeti e ka 19 am duket është, Po, aty. 19 po. Se 18 e bone te petroli. E aty. Po, te petroli, po. Ai nomi kamerat edhe. Po, shumë mirë. Po, e bëjmë. Me kostum me të gjitha. Po. Hajde. Ani morinuse, ani gjogastare, ani morinuse, ani gjogastare, ani jadon ruza, ani jadon pare, ani jadon ruza, ani jadon pare. As nuk e dua ruza, as nuk e dua pare, as nuk e dua ruza, as nuk e dua pare. Po e due unë mojnan, një djallë shqiptare. Po e due unë mojnan, një djallë shqiptare. Hajde!
Shqipinia, e jona Kosova, e jona Shqipinia. Hajde, bravo! Faleminderit. Bravo, bravo, ej, Një dorë të të gjithë më një herë? Mirë bëni, s'ka rëndësi se do forcoj marrëdhënien ndërkombëtare, po ja çikat e Kosovës. Bravo! Dardanet e vërteta. Uleni. Fatmira, falenderoj shumë. Fatmira, faleminderit shumë. Sadria na knaqe. Po, shumë. Edhe jo mu, Sinqerisht. faleminderit shumë. Martesa o kry, tash dita grove nesër. Të surprizë nuk e meritoj, apo Po, faleminderit. nesër ai vjet dita grove lart. Nesër, Po, dita grove, kështu të jenë na. vete? Po, Okej, dakor. zakonisht dillën janë martu, thonë në bëjt dita grove, veç ti burr këtë grove. Po dita burrave kur është apo gjithmonë? Ja, veç dita grove, dita Duhet burrave gjithë. kërkojmë, kam përshtypjen duhet kërkojmë ne drejtat tona. Po, e vërtet. Kështu siç po shkon muhabeti. Shumë më kënaqet mu, sonte ju falenderoj shumë. Na vjen Edhe mirë. ne. Keni rikthy në diçka të Besoj që bukur, është e mirë edhe traditat për këtë shqiptare janë publikun. më të mira të butë. Kjo që bën Fatmira edhe njërë duhet them me që në fund të emisionit që do me thënë promovon gjithë traditën e legjendave tora, e gojdanave popullore, është gjëja më e bukur në botë, sinqerisht se po rritet një brez që ngeli, do me thënë më tepër di kush është Sakamoto Yamamura i Japonisë, edhe nuk njeh mu dhe Alilin, e kupton? Faleminderit për vlerësimin. Po jo, vërtet, është e vërtet, ti rovsh që e bën. Faleminderit shumë. Sinqerisht. Për fund do ne kisha dash një mesazh për Fatmirës edhe në fund për Elajerdit. Po. Ose cili dani. Jo, s'ka problem. Unë do t'a jap një mesazh, dujeni jetën, punoni, që t'i dini vlerat e juve, edhe kur mos u dorëzoni. Bravo. Bravo, bravo, faleminderit shumë. Faleminderit. Lert, Po. për fund se kam edhe një surprizë interesante, një mesazh. Asë një gjë, nuk kam çfarë them. Është, në qoftë se doni që ne të vazhdojmë të flasim këtë gjuhë që flasim, edhe të merremi vesh, doni Shqipërinë edhe shqiptarin, kudo që është. Kaq. Bravo, drejtë gjitje, po. Asgjë. Për fund se gjithmonë gado që ke qenë, ta kam përmend një farë video që i ke pas bërë të na për vitëri, pa dosh me Për kë? më të ofendu. Me Ylli Bakën që Po këndua. jo, edhe me Serin. Edhe me vlezrit, me kë? Me Serin. Ka thonë një shtatë zonës. Prap me Nëse mundet të regjia. Unë të them bon me Serenën alo dhe o burri dhe o. Ti e burra si na çmë dole. Po, unë të thash nuk e bëjmë këtë gjë ti mos vazhdo. bëjmë po, Le tani. Boll, mjaft. Ka bone mërë sa drejt. Po mira, faleminderit shumë. Ju çam i bëmë na do të ja çoj. Shikues të nderuar, faleminderit shumë. Natën e mirë, kaq të personave shihemi era të tjera, sigurisht. Faleminderit shumë. Faleminderit.